Andra. Jo, është më mirë nga gjitha. Në vërtet? Po ku jeni, ku jeni? Përshëndetje gjithë, miq të Vision Plus. Miq të Vision Plus, pra. Mirë se erdhët në emisionin tuaj të preferuar. Më vjen mirë që e bëm miq të Vision Plus, e bën me pikpyetje. Miq të Vision Plus? Çfarë jemi ne? Jemi miq të Vision Plus apo çfarë? Po jemi më miq. Po dalo kush është emisioni i preferuar? Është Living Room-i. Jo, është Diversantët. Ky emision që ka thyer çdo rekord shikueshmërie. Pas kemi bërë? Ka 12 veta që na ndjekin. Ka 12 veta që na ndjekin. Ky Mario ta prish, të lutem pushoje. Gjithashtu kemi shndruar nivelin e informimit për gjithë shqiptarët. Çfarë kemi bërë? Kemi shndruar nivelin e informimit, beso. Sa beson njëri këtë Mario po. As vetë nuk e beson atë e përnit. Dhe më e rëndësishme miq, ky emision ka thyer çdo normë objektiviteti. Emisioni më objektiv shqiptar miq e mi. Bravo ne. Kjo nuk e di është mirë apo është keq, por nëse. Mario vajte 10 sekonda për zot. Drejtërat e objektivitetit. Për një skandal më. Kishim lënë që do bënim një skandal 10 sekondat e para të emisionit, nuk e di. Po se prish dot gojën. Ashtu si bëre u duk sikur prish diçka tjetër për nesër. Ja, nisim as skandal, kanë vizatuar Vegjetën aty mbrapa, po Vegjetën e keq. Po, super. Po, i shkon me flokët e i bien fix flokët besim bie. Shpejt se u mërzita. Do ta nisim të emision, miq. Jemi gati. Hajde, çelim direkte. Do ta hapim të emision të 12 dhe më të rëndësishmin dhe më të bukurin nga niveli i objektivitetit gjithmonë. Do ta nisim me një lajm që na intereson gjithëve dhe më saktësisht tek ushqimi tek qumshti. Te qumshti, pse te qumshti? Po, te qumshti. Kujdes se mua më intereson shumë. Un jam aktualisht duke pirë qumësh në këtë moment. Si një mendoj se ka ardhur koha të dal nga dollapi, jam një tolerues i madh i laktozës, kështu që uroj që asgjë e keqe, jo, se është lopa ime, që uroj asgjë e keqe mos ke ndodhur me qumshtin, sidomos nga ana ekonomike. Pas ke sjell ti këtë lajmin me qumshtin domethënë. Pas jam paguar. Dëgjoni lajmin miq, mi. Blegtorë shqiptar trajtojnë qumshin më të shtrenjtë në rajon. Trajtojnë qumshin më të shtrenjtë në rajon. Shikoni tani se ka ca arsye pse ky qumshi është më i shtrenjtë në rajon, sepse kostot janë shumë të larta të prodhimit të qumshit. Jo. Gjithashtu dhe niveli i shitjes së qumshit vendas i fshatarëve tanë të dashur nuk është në ato nivele të duhura, kështu që dhe norma e fitimit është shumë e ulët. Ushqimi i kafshëve influencon ushqimin ton pak. Po gjithashtu edhe mbështetja e shtetit nuk është se janë ndjen shumë për blegtorët. Në fakt është shumë e çuditshme kjo. Edhe për qumshin, domethënë që është më i shtrenjtë, po pra blegtorët janë të varfër këtu në. Po pra, se kanë kosto të larta pra, sepse nuk shumë kjo që nuk shitet, po. Po be, nisim nga zero edhe jam prap në zero, domethënë me... Unë për një sekondë lexova blogerët këtë lajm, kur thashë isha gati të hedhja fajin Fevziut. Ose është një nga justifikimet për të hequr këta të rrugës, se thanë që do të hiqnin këta që të shisnin qumësh. Po hyrja në Evropë ato. Mos po flo mace diku tjetër, se e bukur si. Puna është që pjesa më e madhe e njerëzve prapë nga ata do vazhdojnë t'i blejmë, edhe prindrit e mi nga ata. Do t'i heqin fare, ku do t'i gjesh? Si do t'i heqin fare? Fare. Fare? Kjo është e tepërt. Po shiko, ç'është e vërteta, u duhet dhe të ketë një kontroll ndaj qumshit që shesin blegtorët, patjetër që është qumshi freskët edhe po duhen ca kontrolle të thjeshta. Është vërtetë që hedhin kështu urinë lope qumshit apo është? Është e vërtetë. Ku e di ti që është vërtetë? Po e kam dëgjuar edhe unë këtë, i thonë i rrit gradacioni. Se ç'a do të thënë i rrit gradacioni, këtë s'kam kuptuar. Është rakia. Nëse mos ta banalizojmë se kjo puna e rritjes së çmimit të qumshit është problematike. Është vërtet skandaloze dhe prandaj shteti on ka reaguar direkte për këtë situatë. Ndjekim një video. Dëgjes me fremerët, ky është turi i takimeve që Ministri i Bujqësisë Andis Salla po zhvillon këtë kohë me njerëzit që prodhojnë. Ditë më parë ai u përball me blegtorët, ku kërkesa e tyre ishte e qartë, të ndryshohet formula e mbështetjes. Dëgjes. Apo u zgjidh halli tani aty shoh, mjaftonte një dëgjes me fermerët për të ulë çmimin. Interesohet shteti për blegtorin e thjeshtë? Po bre se dëgjojnë. Po kaq. Jo, është puna që jam një dëgjues i mirë. Jo, është problem edhe kjo, se e para herë kur bën dëgjes me fermerët, duket sikur ja u le fajin aty, dalti u dëgjojnë pse qumshi stent, pse e bëni ju qumshi. Më thuaj, na thoni tash. Edhe po ti ishte kaq të interesuar, domethënë me për se do të edhe unë për blogerët, për fermerët, për blegtorët,
do t'i pyesin për taksat, për subvencionet, për këto t'i pyesin fare, po direkt Për infrastrukturën. po direkt t'i pyesin, po ju pse e shitin shtrenjtë të qumshit, tash na tregonin. Po shumë qesharake është kjo digjesa, në fakt kjo sigur. digjes. Deri tani është shqyer goja blektorëve të shkret se çka kërkojnë, këta thonë hajde dëgjojmë edhe një herë në terren ç'a mendojnë. Edhe keqja është që edhe disa ose goxha nga këta blektorë dhe fermerët thonë, po mirë, të paktën na dëgjojnë. Ky është niveli për momentin, siguria pak të na dëgjuan. Shiko, shteti jonë është shumë i shqetësuar për situatën. E vërtet. Se i ka vajt në palës kësaj situate që ka ndodhur. Ai shumë po e mundon shtetin tonë shtrejtimi i qumshtit, saqë dëgjesën e kanë çuar direkte te burimi. Ne nesër kemi provuar ta ulim të çmimin e qumshit, po s'kemi mundur dot. Në fundit lopët e bëjnë qumshin, ato e kanë në dorë ta ulin. Po atëre u flasëm lopëve na. Ja mu zhumë një lopës. Qoni e të shky me larusha. E të ke gjajgjit të thuj mamili ta uli qik çmimin e qumshit. Ta alloj qik me uja, mos ta nxirët gjithë qumës, se su bëjqa mete. E zgjidhi ministri aty. Po mire ka, po lopa e ka në dorë, qa Vërtet, është ajo e bën, ajo e shetë. Po këto lopët tona, se ka të shtrenjta. Ato vetëm goje që s'kanë. Ja që pas kanë Mario, nëse ndoqe videon. Ti pi qumshit, të i kolla, ti pi. Lopa. Kalojmë tani në ca lajme që na kanë tronditur ne shoferët e kryeqytetit. Çana ka tronditur. Ne më fal, nga 5 veta që jemi këtu vetëm ne 2 kemi patent. Po, okej, ne 2. Ne Shoferët e kryeqytetit. Ai e tha shoferin e kryeqytetit sikur punon taksist. Janë ndryshimet që u miratuan në kodin penal. Kodi penal. Deri në 1 vit burg për ata që parkojnë dysh. Dhe unë jap një bravo qeverisë. Me vërtet e tja. Si? Po jo, çapo. Shiko, i punë të parkimit Je për burgo. Jo, shiko tani. Dali mos e kam lënë vetë dysh, më dali ishte. Jo, shiko tani, seriozisht. Situata është shumë e rënduar me trafikun. Edhe? Problemi është që këtu dënohet, domethënë parashikohet dënohet veprimi. Nëse e lë dysh, do hash një vit burg. Ti mos e lë dysh për vëlla. Po pra, u zgjidhën hallet e Shqipërisë. Bravo Andi, bravo, e zgjidhi Ky Andi. ishte një nga hallet më të vështira që kishim për të zgjedhur. Ti mos vrit. Po na. Po edhe imagjinoj që njerëzit e bën në një qytet që gëlon nga hapësirat e lira, domethënë. Po, ka shumë vende ku mund ta lesh makinën, domethënë edhe zgjedhin që ta parkojnë dysh. Do ishte mirë të dëgjonim në një gjop për këta që zën parkime me bidona, valla. Kjo do ishte në një Vitburg këta duhet të Me bidona dhe me ato konat e kuq, domethënë, ose me karike. Ose me një karton. Edhe si ligj është kështu si një vit burg ata që parkojnë dyshe. Duket sikur është një tip që e ka shkruar, e ka lënë e dashura një moment, se s'kishte ku me makinën, amortizit dhe pak guzdiku të kesh makinën, edhe e ka lënë fare e dashura, edhe ky nga inati e ka për ligj. Është ideja e saj që domethënë ti si shtet, ti morti, ti shtet. Ti drejtoju këtij shteti. Na ofron një infrastrukturë, na ofron një parkingjet edhe të gjitha hapësirat që na duhet, pastaj në qoftë se pasi na e ke ofruar këtë, prap ne dalim edhe parkojmë dyshe, atëre 15 vjet burg, okej. Nuk ka qenë debati më së shumti në rrjetet sociale, domethënë për njerëzit për ata që janë në timon, domethënë që problemi numër 1 është infrastruktura në Tiranë që sa vjen edhe zvogëlohet çdo moment, domethënë nuk ka asnjë lloj hapësire. Tani kjo puna se nuk është edhe i paqartë ky ligj ti shok. Tani është po të kapi në flagrant, po e le dyshe apo mjafton një foto të jeta shqefe të vinte shtëpia pastaj. Po një foto më, po me një foto olla tani ç'është. Po jo, jemi të mbaruar pastaj. Jo, çfarë një foto da ai. Po Gerti, se edhe unë më duket se kam lënë dysh vërtet. Po mjaft edhe se nuk filloj që sot Gerti, un kam një pyetje vëlla. Të tërë ankohen për këtë parkimin dysh, jo trafik, jo shisje e lën këta se po kush e lë dysh nëse ankohen të tërë, domethënë. Këtë se kuptoj. Po ankohen. Vetëm ankohen të gjithë edhe asnjëri nuk e lë dysh. Po s'ke ku ta lesh tash. Shikoj ta lesh këta njerëz që kalojnë, sidomos edhe këta që kanë për shembull biznese që marrin mallra e kështu, domethënë 2-3 minuta do ta ndaloj atë. Ata që marrin mall të ri. Po ju çan radhën këtyre që shpëndajnë drogë. Ka nga eksperjenca. E tha gabim, këta që shesin mallra. E tha gabim. Okej, rosh faleminderit. Kemi tjetër. Ndryshime të tjera në kodin penal. Gazetarët përjashtojnë nga përgjegjësia penale për shpifjen, këtë kemi folur se nevoja, tani këtu më rini pak. U shtuan ndjeshëm dënimet për zjarrvënie të qëllimshme. Nga 2 vjet që ishte maksimumi, tani mund të shkojë deri në 10 vjet në varësi të zonës së dëmtuar. Domethënë po dogje në qytetin tim të bukur në Sarand, 15 vjet direkt. Je brenda. Gjepura. Nuk i beson. Po pse më shumë, ka shumë të drejtë o bes. Budallëqe. Po pse budallëqe më? Jo budallëqe, marketingje. Po pse mor miku im? Po sepse dalin thonë, ja ne e bëm 10 vjet këtë, ne e bëm punën tonë. Po ti bëj një kryesor parandalimi për zjarret një. Dil bëj
shpërnda patrulla. Po parandalim është edhe ky. Kush parandalim për 10 vite? 10 vite burg? Prapa ndalimi. Po ata që vjen zare, as e kanë. Njohim ndonjëri që është aktualisht në burg tani për zjarrvani? Po, ka. Po, kemi një mikun tonë. E kemi që nga episodi i parë. Po, kryesori është parandalimi, për parandalim kanë bërë 0 deri. Po si bëhet parandalimi, jo beso? Me patrulla, me duhet të dalin edhe të me ndërgjegjësime për. Beso, po janë shumë pyetje, mos i mund të. Do patrullosh ti çdo pyll në Shqipëri njëkohësisht. Ligia Planica është gjigante. Ore, sa 2 metra vend në Shqipëri kemi pyetje ne sikur thua. Jo, se kemi. Me 3 çerekun i kemi prerë, edhe këto që kanë ngelur me 2-3 polica i patrullon tash kemi drone, satelite, çfarë? Opa. Por ato të patrulluara janë se janë plot me bara ndej po. Mos i merr akti për atë punë. Problemi është që korruptojnë edhe patrulluesit pa. Po tash. Tani mos flasim për zjarre, flasim për sa ndryshime të tjera. Do jenë më të ashpra dënimet për pjesëmarrje në organizata terroriste. Kujdes ju miqtë mi terroristë. Aktualisht dënimi është minimumi është 7 vjet, po do të bëhet 15 vjet direkte. Çfarë thua? Ta gëzojnë mirë. Tifozat ultras së Lazios morën fundin. Atë po mendoj. Çfarë quajmë ne një organizatë terroriste? Po pra, çfarë është një organizatë terroriste? Besë ti e i gjithë ditë. Ndoshta nëse grupi që na ndjek ne që ne po i quajmë diversantë tash, po bëni grup i madh. Jo. Nëse na quajnë ne terrorist nesër. Terrorist minimumi duhet të organizosh në një vrasje masive. Të bësh në një akt terrorist madhor, në një shpërthim. Edhe shteti ka thënë, djema, është djema, sigurisht. Terrorista për mua janë organizon një sulm terrorist? Nuk është kohë. Terrorista për mua janë këta që shpërndajnë lart e poshtë pica e gjëra dhe me motor, këta janë tamam terroristë. Jerti, qarta se jetojmë në 2 realitete të ndryshme. Definicionin e terrorizmit. Edhe për këtë punën e terrorizmit në Shqipëri s'është ka patur një akt të madh terrorist. Prandaj them që janë marketingje këto. Thjesht duket që shikojnë po luftojmë terrorizmin. Po tregojnë Evropës. Kemi pasur celula terroriste që janë azgjësuar në mënyrë direkte. Shiko, mbani mend para sa vitesh? Nëse mirë, po nëse bëhesh pjesë e një celule terroriste, ti ke marrë parasysh që do vdesësh. Nuk është se 5 vite më shumë burg do heqësh dorë ti nga terrorizmi. Thjesht po e shtyn sa më shumë. Po ja do të ushqejnë falas nga 5 vite të tjera. Ja ka për keq me PR-in besoj. Na bindi. Asgjë nuk funksionon. Për punën e këtyre marrëdhënieve seksuale më duket se ç'ishte një kështu. Jo, ta thot moderatori i dytë më i mirë që nga interesuar për këtë gjë, i poshtë. Abuzimi me të miturit poshtë moshës 14 vjeç dënohet deri në 7 vjet. Jo kjo. Momentalisht. Po se kisha për këtë unë, jo. Po dale Gerti. Nga 7 deri në 15 momentalisht. Por me ndryshimet e reja do kaloj në 10 deri në 20 vjet burg. Për ata që kryejnë marrëdhënie pa dëshirën poshtë moshës 14 vjeç. Sa e tmerrshme është që mosha e konsentit seksual në Shqipëri është 14 vjeç. Kjo duhet ishte ndryshuar më miqtë mi. Çfarë është ky muhabet olla? Si Franca e kemi. Edhe nëse nuk ndryshohet ajo pjesë me në këtë rast me moshën me dënimin që jepet, unë mendoj që nuk mjafton, do të ishte mbi 30 vjet. Po, më të rënda do ishin dënimet. Edhe këtu unë prap këmbgulte parandalimi. Hajde, priti edhe kjo besi nga. Po parandalimi duhet ose po ndodhi pastaj dënoj sa duash ti atë. Je fisur me këtë parandalim. Si do e parandalosh? Çka njëri reforma është besi vëllai. Ta parandalosh që nga shkollat njerëz, njerëzit kanë frikë të flasin. Mësuesit për shembull nuk i denoncojnë kolegët e tyre kur dëgjojnë kështu gjëra pedofileske që ndodhin nëpër shkolla dhe nëpër komshinjtë nuk denoncojnë komshinjun e tyre. Nuk e adresojnë si ndoshta nga që kanë frikë, ndoshta nga që thonë mos e është njëri i mirë ky. Ku diun njerëzit duhet të ndërgjegjësohen shumë për të denoncuar raste të tilla, është tmerr. Po pse mendon se burgu nuk është fare mas parandaluese se nuk është se unë 2 muaj burg më trem, jo më 20 vjet, çfarë flet? Ja, man. Kjo është si puna Amerikës. Amerika ka dënim me vdekje dhe kur vin puna vrasje ka pafund. Jo, burgu nuk është mas parandaluese. Burgu është gjykimi final që do marrësh, po masa parandaluese ka shumë të drejtë miku që Pupe ti je për parandalim apo për prapa veprim? Pupe as ka ndalami tjetër se. Na çat kokën. Jo, unë kisha për këtë valla, më duket u dënokan me burg edhe këta që bëjnë udhëtime për arsye seksuale. Do shkonti në Tajland për shembull. Përdorin prostitucion. Dënohen ata që shkojnë në Tajland? Po pra, do ikësh në Amsterdam, ku diun, brethën për këto vende kështu, ton. Dale mos e kemi pre biletane, si. Jemi të lënë si njëri nga ne shkapur në gabim. Jemi të tërë për burg. Kalon lemi tjetër. Po pra, dëgjova diku, po nuk e di, nuk e marr vesh si mund ta kuptojnë këta tani kur kthehesh. Thon si me nuhati ç'a. Nga buzëqeshja në fytyrë. Mirë kalova. Kur them që janë gjepura këto. Gjepura, po nuk është gjepura lajmi që do ju sjell tani. Le të flasim për një ngjarje madhore që ne nuk e kemi
përjetuar, po prindit tanë kanë përjetuar. Njeriu rikthehet në hën. A se lindjen tonë. Njeriu rikthehet në hën për herë të dytë për misioni. Ajde, llafi madh shumë ky. Misioni Artemis 2 fillon në 6 shkurt. Pas 50 vitesh, ku njeriu bëri një hap të vogël në hën, po një hap të madh për njerëzimin. Sa histori. Bravo. Bravo, këtu s'më keni mua, unë s'besoj që ka vënë. Me sa duket do e bëjmë sërish, Gerti. Jo. Tani, shiko, Gerti, ç'është e vërteta? Astronautët rus kur kanë vajt në hën, pas amerikanëve, pas Jo se Andi ka një kunat në hën edhe. Një sekond, po ti dhe kjo kunat në hën që kanë nxjerr 2 bidona e ka zënë ata hapsi. Ka shokert? Po jo, tha Andi, astronautët që kanë qenë për herë të dytë. Po herë e dytë është kjo, kur kanë qenë herë të dytë? Jo pra, kanë qenë dhe rusët. Ky është heri i parë që kanë qenë, që shkon NASA, amerikanët. Kanë qenë rusët, kanë qenë indianët. Po dalë se na e bëre kështu sigur je. Korçi brast. Sigur shkoj në banjo. Shkoj, ç'është ideja? Misioni në hën. Ideja është që aty nuk ke ç'a të bësh se shkohet kollaj, nuk e ka. Mërzitesh kollaj, çfarë do bësh në hën? Shikon vërdall. Më kupton? Po jo, tash edhe kjo ide e Artemisit është që ky është hapi i parë, do shkojnë vetëm do rrotullohen rreth hënës, nuk është se do shkojnë në hën. Po. Nuk do zbarkojnë në hën. Jo. Do shkojnë mirë, do bëjnë një xhiro. Kështu si këto që shkojnë me kroçerë, që kalojnë nga bregu dhe thonë ishim me aty. Po jo, thjesht ti vetëm e pa nga jashtë. Po nuk Je pe nga larg. Po kjo është edhe për të ashtu, për të ulur këto, për qetësuar këto gjakrat në këtyre konspiracionistëve online, domethënë që s'kan asgjë për të bërë tërë ditën, edhe s'kemi vajtur në asnjëherë. Po kjo do i tërbëj më keq, ose nuk do zbarkojmë. Po mbase kjo, po, besoj kjo do i tërbëj më keq, se shumica e njerëzve janë këtu, domethënë që pse s'kan vajtur herë të tjera. Po ç'do vesh asgjë s'ka. Po mirë, kam një pyetje unë për ju. Kjo është përgjigje, s'ka gjë edhe mos shkojnë në hën. Po çfarë do bësh? Po pse harxhon miliarda dollar atëherë për të shkuar në hën? Dale se ka pyetje Andi se më intereson. Kam një pyetje për ju. O, Bes, ti si konspiracionist i njohur që je tashmë në publiku shqiptar, ore, ka vajt njeriu në hën herën e parë apo jo? Ka vajt Neil Armstrong dhe gjithë miqtë vet, diversantët? Besi luhet shoqëria jote këtu. Mati mirë fjalë. Kam dyshimet e mia. Po pse ke dyshimet e tua? Si e thuaj në televizion kombëtar, po miku im? Po jo, ja plasi skandali, Gerti. Unë nuk them s'kan qenë. Po s'ka qenë me siguri, po që ka vend për dyshime ka. Po pse ka dyshime? Po ka dyshime se mund të shkosh 4 vjet brenda 4 herë brenda 2 vjetësh, 3 vjetësh sa vajt në ata dhe kanë 30 vjet që nuk nisen dot. Ore Gerti, po s'ke ç'a bën aty? Jo më prish tuta, po jo se çfarë bën tash seriozisht e ke ti. Po nuk ka asnjë lloj interesi të shkosh në hën. Jeni në televizion kombëtar dhe thoni s'ke çfarë bën atje. Të merr. Jeni interesi ju. Ndërkohë Besi thotë s'kemi vajt asnjëherë. Jo, un kam dyshime që se tash për këto pikërisht po thotë edhe Gerti që një nxjerrin s'kishin benzinë. Janë sa gjëra çesharake fare që jo, po kemi tutën, po s'punon tuta. Tutat atëre para 30 vjetësh ishin mirë. Këto tani me super teknologji. Unë mendoj që edhe mund të kemi qenë, po edhe mund të mos kemi qenë. Janë 50-50. Domethënë po thua që NASA në 69 e nxori lajmin që shkuan në hën që të luftonin të mundin rusin në garën e në shumë mundësi po Lali. Edhe unë 50-50. Unë jam 50-50, unë jam shumë i bindur. Pupe, të lutem isha mikrofonin të dyve, të lutem. Plus që është edhe një ky misioni Artemis që niset tani në shkurt. Këta kanë një 10 vjet që vetëm kanë dështime. Kanë 10 vjet dështime. Jo njëri u plasi ajo raketa pa u nisur fare, jo njëri nuk ju ndes. Arsye kështu të dashur. Po për zotin. Ishte prish dinamo. Ka një histori shumë të shpifur, kupton? Njëri kishin parkuar dysh. Po problemi është akoma më i thellë se kemi vajtur apo s'kemi vajtur në hënë, por ka njerëz akoma që janë toka është e sheshtë dhe jetojmë në një kupolë. Mos e gatroni gjitha bashkë. Tjetër ajo. Si futi gjitha në një test, jo, bëhet si punë cakos. Ka njerëz që mendojnë se makaronat janë të gjalla. Po ti Leo, ndan të njëjtin mendim me mua. Kush mendon që makaronat të gjalla? Lutem Mario, dua të dëgjoj mendimin e Leos. Unë ndaj të njëjtin mendim me ty, por nëse do flasim për konspiracion, vetmi konspiracion që më intrigon pak është ajo puna e Kubrickut. Po, që e ka xhiruar Kubrick. Që e ka xhiruar Kubrick. Ja një dorën ai. Shiko, ç'është e vërteta, në faktet e mia që kam kërkuar dhe si njoh si mirë i filmit, NASA ka marrë shumë mendime, ka bërë shumë takime me Kubrick para se të shkojnë në hën. Po, çuditërisht. Po pra, jo, po ideja është si ta filmonin sa më bukur dhe çfarë këndit të kapnin në momentin që do zbrisin në hën. Po ku dinte Kubricku këndet e hënës o Luma? Jo, e di sepse se mos e dinë ata i do i shikonin. Ja, një sekond ta serve për gjithë popullin shqiptar se jeni ignorantë për miqtë e mi. Stanley Kubrick ka bërë një film që quhet 2001 Space Odyssey që e ka bërë. E kemi parë. Është një film që flet për hapësirën, për njeriu në hapësirë dhe është para
uljes së njeriu në hënë. Dhe normalisht NASA Da se e ditë kë. e takoj dhe i mori mendim, ore vlla, si ta filmojmë të uljen. Do presim, se Le ta shohim. pas Artemis 2-shit, që do jetë kjo xhiro e rrethënës, do vi Artemis 3-shi, që supozohet ajo do jetë ulja në hënë. Do më thënë, Që ta shohim sa. paska episode gjëja, Ta okay. shohim kush do ta xhirojë. Po shko, e bukur është që misioni për të shkuar në hënë Artemis ka një ngjashmëri të çuditshme me një mision shqiptar. Jo dhe aq astral, po shumë toksor. Është misioni treni Tiranë-Durrës misioni. Që pak a shumë si fillon në të njëjtën periudhë që fillon dhe Artemis 2-shi dhe 2019 nga filluar dhe këta. jemi si këta, domethënë nuk na është ndez Misioni pa mundur, po. misioni. Po. Kështu që mon miqtë e mi mos u mërzisni, mos u Ku mërzisni. jemi në këtë moment apo akoma jemi kështu? Këta u nisën pak, këta në shkurt do nisen për në hënë di. Po dhe ne jemi nisur. Jemi nisur ne për trenin. Treni më duket se duhet të mbaronte që në gushtin e kaluar, ku diun. Jemi me kalendar tjetër ne. E vërtet, edhe kjo. Mbas të edhe këtë kjo. kuptuam. Jemi me majat ne domethënë. S'kemi akoma tutat e shoferit të trenit. Si kanë sistemuar. Mos u shqetësoni fare se vjen ministri i preferuar i këtij emisioni, është Pinjolli i këtij emisioni dhe na ka sjell ca lajme që një buzëqeshe u çel në fytyrën time qerose. Ndiqni videon dhe do më jepni të drejtë. Kompania shtetërore Kajo, për të eliminuar edhe një herë hamendësimet apo paqartësitë për çfarë po bën kompania shtetërore Kajo, kanë nënshkruar në 2025-ën 6 marrëveshje. Pra kemi 6 kompani të përbashkëta të themeluara, shtet privat, për prodhimin e armatimit lehtë, municioneve, mjetet blenduara dhe mjeteve të emergjencave civile, uniformave, dronët dhe sistemet antidron. Ndërkohë, jemi në negociatë, siç e dini, në finalizim e sipër të negociate të rëndësishme me gigantin italian Fincantieri për prodhimin e anijeve në Pashaliman. Forca Kajo. Pra, Aeroplan mbajtëse në Pashaliman është. Bombër famore do prodhojmë, çfarë bëhet kështu, Gerti? Ku jemi në nivele të frikshme Po ne? dalë një sekondë, si kaluam te kjo që po prodhojmë gjithë armë dhe e anashkaluam faktin që s'po mbet ajo e kurudha. Një sekondë. Ta sigurisht bëj ashtu ai vagoni po s'pe gjejmë fytyrën, sikur po bëjnë trenin Thomas. shtrojmë e kurudhat me armë. Ti mos thoj këtë, thoj që kemi akoma çmimin e qumshit që s'po i gjejmë dot Dermanin, po Kemi nga e para të gjitha. Ore, po mos është e vërtet kjo situata, mos jemi vërtet vend shumë i talentuar për të prodhuar armë, dron, municione. Se mos kemi ne gabim, mos kemi ne ne një jemi ëndër. talentuar për t'i shkrepur Lali, po për t'i prodhuar. Për t'i prodhuar. Bukur Gerti. Pastaj dalin burra këta gjithkohës do prodhojmë, po ku do shkojnë këto armë? Thonë edhe do i shesim. Do i shesim pra? Po kujt më? Po në Gaza. Po Gaza apo në Afrikë apo në Iran apo. Jo, Të lutem. e kam fjalën në Izrael, Gaza. Mirë, që mburren, po Ja, po do edhe filloj- trekun, apo do bëhemi si këta fermerët që do të jetin në kanal pastaj. Kemi ku të shesim. S'po na shitin kallashët, kemi hedhur një kuintal në plera dhe në lumë, nëse s'na i merr njëri. Pastaj ne Do luftoj me Rusin atë. edhe kemi edhe një shik histori të keqe me këto armë, jo në theshtat, ajo gërdeci. Po, shumë keqe, duhet në arrin çik larg. Mos u mërzisni fare miqtë e mi, se s'keni parë gjë akoma, shikoni çfarë do prodhojmë ne tjetër. Ndiqeni parodi. Çfarë do bëjmë? Mere. O stërvit femurin. Dhe me këtë muzikë më miqtë e mi që është tamam sikur sa zgjohesh në mëngjes e bën atë aerobin e mëngjesit. Ju mirëpresim edhe një herë në pjesën e dytë të këtij emisioni dhe ju mos harroni, tani vjen detyra juaj më miqtë e mi, se keni dhe ju një detyrë. Ne ju argëtojmë, ne ju informojmë, ne jemi emisioni me objektiv shqiptar, po ju tani keni një detyrë. Ti që na ndjek. Ti Po. hape telefonin, follow diversantët, subscribe te Vision Plus në YouTube dhe çdo të diel e diti. Me kërcënim. Që marrë me kërcënim, nëse të zbëhen ndryshe gjërat në Shqipëri. Tani mor miqtë e mi të nderuar dhe simpatik, do e fillojmë pjesën e dytë me një rubrikë që e dashuruan populli shqiptar, e dashuroi. Hajde, shkrepe, Dhe dashuroj. ne prandaj e rikthejmë edhe një herë. Hajde. Është lëpirësit e javës. Sigla. Në vend të dytë, Me vend të dy direkt. me një lëpirje që do hyjë në librat e historisë, renditet vetë ai, kryeministri i vendit Edi Rama. Do të lutem.
Po për çfarë, për kë pjesë, më fal. Ndiqeni videon edhe rikthehemi. Shikojmë lëpirjen. Dhe më i vogli, djali ynë, 11 vjeçar, do ta vendos vetë një ditë, por duke parë entuziazmin e tij të papërmbajtshëm, sa herë i thuhet se mund të lëm dëshirat e Murilove, ideja se një ditë ai mund të zgjedhë të bëhet hebre nuk është as pak e pabesueshme. Më ka ardhur keq që shumë media ndërkombëtare kanë përshkruar Gazën si një burg në qell të hapur, por kanë dështuar të përshkruajnë dhe të sillin vëmendje se kush është xhelati atje. Fajtori është Hamasi dhe askush tjetër. Po mirë, çka unë nuk jam dakord me këtë, mua s'më keni dakord tani. Se e thanë gjithë jo lëpirje, po. Po çfarë ishte? Po mirë tani, 2 llafe do t'i thoshte ai se vajti në një vend me rëndësi të madhe ti shë. Po se janë 2 llafe. Janë shumë, është një argument goxha i gjatë. Po ta dëgjoj, unë e dëgjova të gjithin, Gerti, se isha kurioz për këtë kur e folëm që do e flasim në emision. Dhe ishte jo mega lëpirje. Do me thënë, dakord, të viu në shtëpi, të them 2-3 llafe, po jo dhe që djali im mund të bëhet qifu tani, dali 1 sekundë. Jo mund të bëhet, po i dridhe nduar ca herë. Po pra të... Po mirë se dhe ata i bën derin goxha të mafia. Jo, dhe Netanyahu le ta themi që mega lëpiu Ramën, ë? Do bënde si gango e tani. Shalom bibi. Kjo punë e djalit do ishte okej nëse do ta thoshte një moment tjetër, po jo e gjeti fikë momentin e dur aty në parlament. Po se e duke sigur përdori çdo kartë të mundshme, domethënë që ne bibi, ne jemi me Izraelin jemi. Më duk shumë sikur treguam që sa të pa fuqishëm e sa të pavlefshëm jemi. Jo, mëse është justifikuar obesi, është justifikuar. Tani thonë të gjithë që Izraeli drejton Amerikën. Tani imagjino sa i rëndësishme. Po, është shumë plus në këto 2-3 vite që ka qenë ai konflikti me Gazën, ky ka qenë shumë neutrale, nuk është asnjëherë nuk është anoncuar, asnjëherë s'ka thënë domethënë. Tani nga hiçi doli domethënë që ne jemi suportues të. Ata se ishte PR i mirë ky për atë. Se nuk ka thënë asnjë gjë domethënë. Madje edhe ajo rezoluta për Gazën ky doli neutral. Problemi im është këtu. Që kjo lëpirja e këtij për Bibin ishte si ti lëpiesh më të fortit të burgut. Domethënë do shkosh do ti lëpiesh, aty do t'i pëlqejë, normalisht se të gjithëve ju pëlqejnë lëpirjet. Në burg sidomos pëlqejnë shumë. Po ama një moment, nëse aty do t'i shkoj mendja, do të hajë sapunin në dush. Se ne nuk kemi çfarë ofrojmë Izraelit. Si s'kemi çfarë? Armë, municione, drona. Vetëm do ulemi do marrim sapunin kur të vi momenti. Po ç'drona ti ja. Ti s'po bën dot një tren. Dhe zoti Netanyahu para një jave na ikën gjysmore drita të spitali. Po mjau lëshohet. Shiko, të gjitha këto që u folën dhe u pan, nuk janë asgjë në krahasim me atë që kemi ne në dorëzim. Që na kanë sjell. Ne kemi një video ekskluzive të takimit do? Jo. Të takimit lëpirjes të Ramës në Izrael. מר אדי רמה, לשאת דברים. Se dua të push çdo mbrëmje deri në mëngjes. Dua të them të dua dhe pastaj të vdes. Bibi, të dua dhe ti e di mirë. Qaj dhe qesh kurja ti, o bibi. Ma ja nga shprehur në mënyrën që di ai më mirë me këngët di shok. Ciao. Problemi është që unë një moment më duket sikur ishte e vërtetë. E vërtetë është më. Po me çpam më përpara. Po ti vën në dyshim redaksin tonë. Redaksioni diversant. Po edhe kemi parë edhe liderat të tjerë botëror, domethënë që bëjnë të njëjtën kështu kur. Si ky yni nuk e bën asnjë. Se video e kanë shpërndar ata të shërbimeve sekrete. Mossadi. Do na shpërthej telefonat. Kështu. Shiko më miq, dhe në momentin që mendonin se nuk ka ku të shkojë më keq lëpirja, se ishim te vendi i dytë, vendi i parë. Ishim te vendi i dytë, po vendi i parë është, vendi i parë nuk kapet. Jo. Doli dikush, mor miqtë e mi, shumë zakaqe. Miqtë e mi simpatik, homolog dhe mi diversant, doli dikush që gjeti një strategji geniale, një strategji si Napoleoni për t'ia kaluar dhe Ramës dhe vendit të parë. Dhe kjo nuk është lëpirje e javës, kjo është lëpirje e shekullit. Ndiqe videon dhe do m'japësh të drejtë më shqiptar. Me atë që unë lexova tani me fjalimin parlament, që ishte një fjalim brillant në kuptimin e paqes midis palëve. Në një person i cili gati jepte mesazh atje sikur jam unë çdo ta bëj.
si filozofi. Filozofi e meqes. Është ai fëmia që thotë, ai është i madhi, i madhërishmi, kryeministri shqiptar, domethënë punë të vështirë, të lëpish lëpirsin është vështirë. Ja, nuk bëhet Gerti. Shalom zoti kryeministër, domethënë ardha jote në Izrael ishte e mrekullueshme. Unë po ju ulem në gjunjë, jam gati kur jeni ju. Ne këtë meçe nuk e ndjekim, po ky javë për javë fiton vendin e parë për mua. Me sa duket. Ka gjithë botë, di çfarë fiton ky njeri më plak, domethënë. Po çmimin aneo, na ndjek ne. Ti ka shumë vetëm për kaq e bën, është të dali parit e diversantit. Tani gjithë burrave i bëj një thirrje të më dëgjojnë me vëmendje dhe sidomos ju, mezobura. Do flas për një arritje teknologjike që do na ndryshoj jetën. Kukullat mezoburave. Jo ato se ato i kemi provuar. Ç'e ke bërë ti? Jemi në një moment që ereksioni po bën revolucion ose po bën revolucion. Mund të sqaroj çik më saktë. Po dale, se s'më lini, nuk më lini të flas. Orvatja ndaj ereksionit perfekt po bën revolucion. Edhe këtë nuk e them unë, po e thot një ekspert i ereksionit. Ndiqni videon dhe rikthehemi. Siç janë për shembull protezat penile, nuk e di, pasi e kanë dëgjuar njerëz protezën penile. Është një protezë që vendoset te organi me operacion. Ka proteza që qëndrojnë ashtu në gjendje që e mbajnë penisin në gjendje të erektuar. Ka proteza që kanë buton dhe e shtyp në çastin që do e përdorësh. Jo, ajo që u skandalizua. Nuk tha një gjë. Ato që e mbajnë takuar, ato harxojnë më shumë, besoj. Me bateria në ato apo jo? Me çfarë? Me karikim. Ishte me bateria. Ore ku blehet kjo? Se nuk e dua për vete, po për një shok. Blehet kjo. Ky është lajm i tmerrshëm. Pse është i tmerrshëm, bes? Tmerrshëm është. Pse? Ore, ereksion me buton, tallesh ti. Po pra, po për njerëzit që kanë ereksion normal, kjo është skandaloze. Për ne njerëzit që kemi ereksion normal. Për ne që gëllojmë nga ereksion. Për çmë do mua një grua që unë me ereksionin natural. Kur ka atë tipin me një buton pa, hajde ti bab direkt me buton. E ke kur duash, sa duash. Po mendoj që do vlerësoj sinqeritetin në këtë rast. Ti që ke ereksionin normal edhe ti me butoni, po ta mendosh. Po. Njëra. Po mirë, si del nga shtëpia. Imagjinon kur s'ka bateria ajo gjëja? Sigurt? Del nga shtëpia me telekomand me vete, si. Pse hep në një shoku ta mbaj, një shoqe. Unë Gerti ngatro me pultin e makinës. Unë Gerti po prisja këtë zotrin ta shpjegon dhe pak me thoshë, ja, ose e kam me vete një sekond. Shumë mirë. Mbas s'ka nevojë. Ja, moderatorë, shtype. Unë them që duhet ta luftojmë sa më shumë këtë teknologji. Kalojmë në një ngjarje shumë të rëndësishme që kanë ndodhur të javë, bëjmë pak serioz tani. Lejni ereksionin mbas. Do flasim pak miqë mi përjetuam një ngjarje historike, protesta e opozitës që ndodhi javën e kaluar. Atë largoheshim nga penisi. Sa i godite. O sa i goditi, po sa do ta shajnë. S'ka gjë, views na jepne, nuk është problem. Protesta e opozitës, 11 efektiv policie dhe disa protestues të plagosur shoqëron 23 persona. Miqë mi tani duhet ta flasim pak të protestën. Se për mendimin tim si moderatorit i emisionit, protesta nisi shumë mirë, miqtë mi, kishte goxha njerëz, ishte mirë. Po, do gjën kësaj radhe. Po shiko, se kishte goxha njerëz, mos bëni kështu. Kishte goxha njerëz, po. Keni marrë lekë ju tani që bëni? Jo, vërtet. Problemi është deri që eskaloi te ajo dhunet e skajshme me ato fshekzare, me ato molotov. Unë sa ajo është si festim ditëlindje. Ç'a priset ti të bënin ata një sekond, ç'a priset? Të iknin të marrin pra fjalinë dhe të iknin në shtëpi. Po, shiko, mesazhi u dha. Do me thënë që bëhen më shumë se sa... Kujt ju dha? Kujt ju dha? Kujt ju dha? Po, plus që mua më bëri shumë përshtypje, do me thënë se e dihet që aty do shkonte, aty do eskalonte, do me thënë, gjithë ky mlefi që ka populli ndaj qeverisë, është shumë i justifikueshëm. Po, puna është që nuk kam parë asnjë lider në këtë rast, do me thënë, që ndërkohë që filluan fishek zjarret edhe këto, do me thënë që po jeni bombat molotov, ishte duke valvitur flamurin shqiptar, hajdeni. Ajo është arritja. Jepini. E gjithë protesta këtë arriti që Sala tash ka 2-3 foto për të hedhur në Instagram. Kishin dalë shumë të bukur ato me flamur me zjarre. Po më duk si ai senatori Palpatine te Star Warsi që tha ekzekutonin urdhri 66. E direkt filluan me fishek zjarre me gjëra të tilla, do të thënë që më duk shumë qesharake. Mua duhet ta mbani edhe çik më shumë ata me thënë drejtën, po si duket. Mua më shqetëson më shumë mungesa e paraqitjes të ca pikave konkrete, ose dakord ishte kjo që kishte njerëz dhe
ata e kanë aq fuqi sa për të mbledhur njerëzit, nuk është problemi atje. Po jo se herë të tjera s'kanë qenë kaq. Po dakord, po dalin në protestë çfarë po kërkojnë, këta dalin direkt di qeveria, po nxirr ca pika të japi dorëçën Balluku dhe Edi Rama. Po ka më shumë gjëra se unë jam shumë i thjeshtë në këtë mendim, mbase mund të ashtu, po për mendimin tim, revolta popullore nuk bëhet me Berishën. Shiko, thoni çfarë të doni për Bac Berishën, ai nuk e la me kaq. Jo në botin. E bëri çështjen internacionale, ndërkombëtare. E çoi deri te Asamblea Parlamentare e Këshillit të Evropës. Ndiqni videon. Because in every 3 lines of this file is his name. The same is happening with the ACSI, National Agency of Technology. Çka? I prend mikrofonin? Ja fiku pupja. Thank you very much. Thank you very much, but that's enough. The microphone is off, so there is no translation anymore. Thank you very much. Po dhe kjo mund ta linte çik më shumë kjo. Po bravo. Po si mund ta linte Josefina është që mund ta lejnë. Po mira burr në atë moshë tani ka marr rrugën deri tani kjo e lë për gjysmën. Po shumë mungesë respekti. Ai e mbylli fjalimin, ai vazhdon të fliste. Ideja është që domethënë këta kishin atë rendin e ditës. Dhe rendi e ditës është që do flisni për zgjedhje në kohë krizash. Kështu në përgjithësi kur ka kohë krize si do zhvillohen zgjedhjet, çfarë mund të bëhet. Ky e ktheu personale direkt. Te Balluku direkt. Gjithsesi do dëgjosh Aliun që flet anglisht nuk e di. Ka një lloj. Sikletna është. Ndoshta prandaj ja fikën. Ndoshta s'kishte më pëlqen kur flet. Jo çfarë tash të bësh fushat në Këshillin e Evropës është të shkosh në opera dhe të thua shiko ma kap çik Napoleonin ti. Nuk ka birë nëna që ti fiki mikrofonin Sal Berishës. Kujdes ju. Sepse Sala gjeti momentin që ti thoshe të gjitha. Shikojni. Këtu, nga sala e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, dënojt me forcën më të madhe. Po e se na le këtu, olla, qa bëhet kështu, olla? Po e dhe, olla, se ngele këtu e kam bëllu turnin unë. Të Ramaduros... Po këta, olla? Besi, e dëgjoj këtë zërin ti? Pra kush fletë të Ja, ky që nga, kush e tjerë? Ja, çdo lloj. Po lere më vlla kush jam unë tani, po i flisi këti këtu, olla, se kam një orë që kam bëllu turnin, po pres këta të mbaroj. Po mira, mund të prezantohesh njerë kush je ti dhe nga mbive aty, apo? Unë jam indoor cleaning supervisor i Parlamentit Evropian. Çik më të thjeshta mund na i thuash lutem. Çfarë do të thënë? Pastrus, mo vlla, pastrus jam. Po na i nxiu kë, mo vlla, na i nxiu. Po ka 3 orë këtu, mo vlla. Një herë harroj tekstin. Një herë nuk ishte bateri kamera, një herë gatroj me fjalët e veta, na larg këtu, mo vlla. Salla bosh. Kani kur gjithë. Kaq kisha të dashur bashkëdhetar, fjalimi im mbyllet këtu. E shqyre mbylli më në fund. Ajo, prit, më fal. Kam edhe diçka tjetër për të thënë. Po tani e kishte edhe një gjë për të thënë, Ore është edhe 5 që e bën më dha. E kam mësuar dhe unë përmendësh. Taksirati yt. E diu si e do kjo më dha. Çfarë po bën aty? Është një kushtrim i madh. Po që drita do shok. Futi telin fare. Po pra, po, dhe ai vazhdon ande më duket, ha. Mos, po si ka mundësi me dhe në errësirë më valla vazhdon. Ore çfarë të bëjmë? Çfarë të bëjmë? Organizatë kriminale të kryesuar nga Edi Rama nga pushteti. Ka që ndonë kje? Oh, yeah. Ajde pjesa e tretë. Ajde, jo, se themi tani këtë. Miq mosharoni që Leon, kryeministrin e LQV, ambasadorin e LQV, duhet ta furnizoni më miqe, me zi pret ai shkëti. Shifeni sa i ëmbël është, me zi pret LQV tuaja, video tuaja, tema tuaja, që ne të kemi sa më shumë gjëra të flasim se s'kemi çfarë flasim. Sa është therpës nga tema. Tani me që zgjidhem hallet e gjithë shqiptarëve, e qytetarëve dhe bashkëtarëve tanë, ne do zgjidhim dhe hallet e botës. Hajde mbajmë botën në gojë. Po. Kanadaja ka nisur një bashkëpunim me Kinën. Me Kinën? Po, me Kinën. Çfarë thua? Po ç'ne me Kinën? Lidhje ekonomike, lidhje politike, tregti. Si Kanadaja. Po nuk mbaron këtu lajmi bes. Ni hao. Se Trumpi ja than patronazhistët e vet këtë dhe
Trumpi të rej ftesën për Kanada në bordin e paqes. E goditi. Kanada e hëngre. A e hëngre Kanadaja, apo është më mirë me Kinën? Do kurse 1 miliard euro. Është Trumpi thotë nuk e di ai që isha i rrethuar nga uqër dhe si i thonë. Por shumë përplasje ka SBA me Kanadën, si shpjegojnë se kanë dhe popull vlla si motor vlla. Politikisht. Mbas Groenlandës e ka radhën Kanadaja. Po e vërtet. Mua më pëlqeu shumë e videoja që ishte kryeministri kanadez në parlamentin kinez, që kur prezantoi atë, bëri fjalimin e vet, dhe fjalimin e mbylli me është momenti për një New World Order, tha. Për një të lutem përkthe për një rend të ri botror. Për një rend të ri botror, që është si tok fjalësh për këta që merren me konspiracionet. Fal Trumpi këtë ti thua që do ta bëj unë. Nuk e ja. Ai të heq në bord i paqes. Shiko, nga Kina po i kthejnë sy të gjithë edhe këta fukarinj të Evropës. I pari ishte ky i Anglis, më duket, dhe ky ka vajt në Kinë. Po më duket se po i kthejnë vetëm për inat të Trumpit. Po mishe mi, ja këtu s'keni lajmin, prandaj se jeni ju moderatorët e këtij emisioni. Se Europa edhe Gerti ka të drejtë, domethënë i kthejmë syt në Kina, po ne po i kthejmë syt në një shtet tjetër. Europa, mishe mi, tashmë që është në një përplasje, më thonjza me SBA-n, i ka kthyer syt e vet, edhe prapanicën e vet me sa duket, në një vend, në vendin me popullsinë më të madhe në botë dhe me numrin më të madh të call centerave në botë. Që është India, më miqtë. India. Bashkimi Evropian dhe India përmbyllin paktin e madh tregtar. Me pak fjalë, me Indin, Gerti, Europa, Bashkimi Evropian ka lidhur një pakt tregtar me Indin, që ata të kenë lëvizje të lirë në Europë, gjithashtu bizneset të kenë taksa sa më të ulta në bashkëpunimin në veprimet ekonomike. Nëna e marrëveshjeve u mbi quajt kjo marrëveshje. India, mirë se erdhe. Sa të dëshpëruar. Rajkapur, welcome. Do hym në Evropë, do gjejmë indianë edhe të gjejmë. Po që tani janë Gerti, nuk është ne. Që me këtë titullin që i vun nëna e marrëveshjeve, më duk si metaforë për të thënë që jemi në krizë. Por shiko, India është shtet shumë i fuqishëm, mos harrojmë, ka 1.7 miliard njerëz. Që anë me dorë, pa. Ka ndonjë detaj për këtë marrëdhënie, domethënë. Shiko tani, këtë do t'ju lë ta shpjegoj vet e nderuara Ursula von der Leyen, që me që e firmosi vet, e shpjegon zonjush. Ajo që do vinte të përuronte trenin. Po, kjo është gruaja që gënjyem, e kemi gati. Ndiqe. We will facilitate the movement of students, researchers, seasonal and highly skilled workers. And this is also why we are launching the first EU Legal Gateway Office in India. It will be a one-stop hub to support Indian talent moving to Europe in full alignment with EU member states' needs and policies. Ja odhëm, do vinë profesora, doktora, zдругтара, marangoza, jurista. Edhe kjo shpreja do vinë studentë dhe profesorë dhe talente, prapë më duket metaforë për do vi krapune. Por shiko se mos tingëllojmë racista në këtë emision. Po tingëlluam jemi. Jo, nuk jemi as pak. Ideja është që mos maskojnë këto marrëveshjet. Këto marrëveshje të thonë ato që vërtet bëjnë, që duan të sjellin sa më shumë popullsi indiane në Europë dhe jemi okay, nuk ka asnjë problem, domethënë s'ka problem për ty mbas erdhi. Po, dakor, ideja është sa më shumë krah punëtor. Po jo, më kjo është ideja, po. Pastaj, nuk është vetëm krah punëtor, është krah punëtor i lirë. Se këta normalisht që punojnë për shumë më pak. S'është vetëm ajo, besi. Po të shikosh statistikat, një se ku lexova një lajm, pjesa më e madhe e shteteve evropiane shumicën nuk e kanë më vendalinjë, e kanë të gjithë emigrant. Kupton? Kanë arritur në 70% për shembull. Spanja, kjo marrëveshje është vetëm këta, prandaj që duan punëtorë sa më të lirë. Spanja për shembull sapo legalizoi gati 500.000 emigrant të vetët që të marrin në shëtësi dhe permes ose i thonë leje qëndrimi në Spanjë. Domethënë, situata është pak alarmante për Europën, nuk po tregojmë fare raciste, mos duket se po justifikohemi, po është pak alarmante. Po këta duhen zhdukur. Ore, mos e bëjnë këtë për ushtarë, plak, nga që është situata në çik shumë. Mund të qëndrojë dhe kjo, besi, mund të qëndrojë kjo, kupton? Ore, mos e bëjmë për vota, valla, si për ushtarë. Edhe për vota, po, pse jo?
Po që qëndrogan të tëra. Ja u zbuluan të gjitha. Vota çik me rrezik, po për luftë, hajde dërgojmë indianët të parët kundër rusëve, qëndron më shumë. Ka ndodhur shumë shpesh në histori kjo gjëja, nuk është edhe parë. Krye racisti Gelti këtu. Shikoni tani, doktorët indianët janë super doktora. Të kujt di ti? Edhe në shah. Kanë talent në mjekësi. Jo, në mjekësi janë vërtet më të mirët. Domethënë, nëse ke një hallo vlla, të një doktor indian të shkosh. Shkon në Indi. Ne kemi një video për shembull të një doktori indian që mund të jetë nesër det që shëron ty në spitalin e Kavajës. Shife. Në një talent. Shiko tani, doktorat indian me sa duket janë gati për UFC, që është lajm. Mirë, se ishte pak humor. Dhe tani që të ulim pak nivelin e racizmit në këtë emision, do kalim në një shtet tjetër, do kalim në Malajzi, pse keni kjo pjesë 3 që ka shumë raciste. Po lajme nga bota. Lajme nga bota. Po das në femur, hajde. Miq, në Malajzi, një ministër ka bërë një deklarat sa të çuditshme, por edhe tronditse. Ministri në departamentin e çështjeve fetare në Kuala Lumpur ka thënë: stresi në punë mund të shty njerëzit të përfshihen në komunitetin LGBT. Qyri që s'kemi stres të në punë. Prandaj dhe siç audienca jonë që na ndjek, episodet e diversantëve sa vinë do bëjnë edhe më të shkurtra. Jo, po një pyetje kam. Kush janë zanatët që mund të kenë më shumë stres? Që rrezikojnë për të kthyer. Patjetër që para është polici i trafikut. Po punë crowd. Po jo, shiko, çdo punë ka stres, se edhe unë e kam vënë vet për shembull. Çka ke vënë besim? Kur na shtojnë, domethënë që kemi më shumë lajme, kemi më shumë duhet të flasim sa më shumë, edhe më sa më shumë dua të bëj seks me ju të katërt. Është vërtet. Jo. Unë distancohem nga kjo. Shiko, ky lajm nuk është për stafin e Vision Plusit, është vetëm për ata të diversantëve. Ka profesione që vërtet janë shumë të stresueshme, si polici i trafikut, si doktori më miqtë mi, si elektricisti, si ushtari që është me këpucën e hapur aty në Korçë. Po mirë, mo edhe çe do ta heqi stresin një burr tjetër se se kupton. Ta shton dëshirën tash. Ja, mirë se gallat. Le të shkojmë tani një muhabet tjetër. S'duam ta komentojmë. Ne kemi u sikletosëm, kështu e mirë, okej, nuk flasim për. Kalojmë tani një muhabet që ne fukarin dhe këti paneli nuk kemi lidhje fare, po Leo ka, se Leo është milioner. Kalojmë tani një muhabet miliarderësh. Elon Musku Na thuaj të lutem. Ka një sekret. Elon Musk gjete një mënyrë për të ndaluar plakjen dhe për të zgjatur jetën është shumë e mundshme. Larry Fink, CEO i BlackRockut, thot, mezi po pres. Me thesin me lekë. Sali Berisha do të di lokacionin tënd. Ti sjaroj publikun ton, Larry Fink është CEO i kompanisë BlackRock. BlackRock është një kompani, s'është kompani, është korporat gjigande universale botërore. Krye miliarder që ebre dhe ky më duket. Është shumë lartë. Çuditërisht. Nëse dëgjoj, pyetje. Po. Tani është për të mos vdekur kurr apo është që ti jeton i ri pastaj vdes por në të njëjtën moshë po vdes i ri. Për ta zgjatur sa më shumë. Ky thot për të zgjatur, jo për sa më shumë në rini. Ngadalson plakjen. Domethënë ideja Gerdi është të jetosh i ri, si që amun, jo të jetosh 500 vjetë si që është besi tani, të kalosh gjithë jetën si besi. Ama këto 500 vite më kanë mësuar që këta miliarderët nuk bëjnë asgjë kot. Kështu që unë mendoj që ky thjesht ka gjetur një strategji të re që të marrë sa para. Të marrë sa para, kështu thotë se tani po punojnë për të gjetur ilaçin e jetëgjatësisë. Po pije njërë të kokrën. Hap një projekt të ri këtu tash, merr financime nga çdo lloj qeverie apo ku di unë edhe i shtohen miliardat prapë. Mi shkoni sa reklama dhe hajdeni për pjesën e 4 se ju premtoj që është më e bukura e gjitha kohërave. Afrohet ore Qametit, pjesën e 4. Tani po. Që me mrekullueshme. Që si kalon pupja kamerë. Shë e kalon atë kamerë. Fundi ato të pas me Leo, fundi.
Qa po thotë? Qa po thotë? Gjithë bota e di që pjesa e 4 e diversantëve është zjarë. Gjithë bota. Kështu që do e nisim direkte me një lajm që na bën të vëmë dorën në zemër. Do e nisim me lajme patriotike. Po da, himni ka nevojë, çojmë në këmbë apo? Jo, pasi të tregojmë këtë lajmin, do të çojmë në këmbë. Drake shfaqet me kapele me flamurin shqiptar. Ço. Ore, si ka mundësi ki Drake-u me këto... Bravo, Drake! Si ka mundësi? Mos është shqiptarë? Era i disat që e bën këtë, se ka postuar edhe para shumë muajsh një pjesë me një dy shqiptarë në një... Shqiptarë. Një tavolinë me gjaketën me shqiponjë, po. është shqiptarë. Do të godasë Dua Lipën, është më fejqa. Besaj. Kur s'do e bante? Po, pushop, ajo është e martuar, qarë? Edhe? E ke dëgjuar në njërë Drake-un? Kush është e martuar? Dua Lipa. Po jo, që thënë. Po. E humbëm shansin, Gerti. Ja ka qafërit. Se ke pasur kurët shanë. Herën e parë ishte, domethënë, kjo ishte fjalla që qarkullonte që Drake ishte fiksuar me një shqiptare dhe prandaj e bëri atë shfaqjen me shqiptarizma. Shfaqjet huaj. Kjo tjeta qikoto. Është fiksuar me një shqiptar. Ore, po dhe mund të jetë e vërtet, Obes. Pse se... Jo, ma kam përshtypjen që e pa që sikur jeci ajo dhe do ta kthej në kështu në filme robash të punën e flamurit shqiptar. Po pse? Si nojzje? Po qa, do përfitoj nga flamuri ju, Drake-u? Leko janë... Se bol kanë fituar nga këto. Se, shiko, për çështje nuseje nuk besoj se është nëse. Ky Drake-u është kanadez. Kanada do ta marrë Amerika. Vizat Amerikana i ka hequr ne, kështu që nuk fiton që nga Drake-u. Shqiptarët nuk ja varin më Drake-ut, se marrin dot vizën nga Drake-u. Njeri konspiracione që e besi. Domethënë po syno ka tregun e Shqipërisë Drake-u. Sarikun të zonën këtë. Dhe gjithë kanadezë o shqiptarë do fillojnë të vishën këshu. Mario, të lutem. Mario, na lërë të vazhdojmë emisionin e godita. Tani kalojmë në një moment që i dedikohet gjithë nostalgjikëve dhe të gjithë kur do shohim të video tani do na dalë një pikës e vogël loti këtu në sy. Ndjekim videon dhe kthehemi ta komentojmë. Çfarë virusi është ky? Është një virus shumë alarmant për faktin që ka një vdekshmëri që shkon deri në 75%. Është një virus që ndryshe nga Covidi nuk kalohet vetëm nga njeriu tek njeriu, por madje edhe nga njeriu nga kafsha tek njeriu, sidomos laguriqi, natës, dëri e të tjerë janë mbartësit kryesor të virusit të Nipahit. Prandaj dhe alarmi për OBSH-n është i lartë për faktin që nuk po presim rastin e parë në Europë për të bërë ato izolime, duhet të jemi të para përgatitur. Nipah që kalon nga dëri. Ursula, Zida, mbylle, lockdown të gjithëve, mbylle. Ajo është që duhet jemi të para përgatitur. Duhet fillojmë të shpohemi gjithashtu për një virus që nuk e dihet çfarë do jetë. Po pra, sa gjërat më të mira na vijnë nga India këtë. Po puna është që çdo 6 muaj me sa kam parë në rrjetet sociale dhe në televizion del gjithmonë nga kjo do jetë më e keqe se Covidi, do jetë më kështu. E gjithmonë del nga një herë, domethënë që nuk verifikohet, vetëm ne pas kemi si informacion. Inshallah mos e ulet ky çmimi i shtëpive edhe. Inshallah vjen shpejt. Mbyllim edhe një në shtëpi. Ama kishte një detaj shumë interesant edhe ky që lakuriqi i natës, kjo e tha që përçohet edhe nga tavolina, po gjithsesi vjen nga lakuriqi i natës, mos duhet të zhdukim lakuriqit e natës. Lakuriqi i natës. Si shumë gjëra po na vijnë nga lakuriqit e natës. Protagonist kudo, protagonist. Duhet të zhdukësh drejtësinë. Tani kalojmë në një lajm të trisht për njerëzit. Më i trisht se fakti që do vdesim të tërë. Ky është më i trisht sepse ka të bëjë me njerëzit e martuar. Askush nga ne këtu nuk është i martuar, kështu që nuk është ai që thua i martuar është e trisht si lajm. Çfarë është? Shikoj çfarë po ndodh. Fundi një tabuje mesjetare. Franca heq konceptin e detyrimit martesor për marrëdhëniet seksuale. Me pak fjalë, ligji propozuar e bën të pamundur përdorimin e mungesës së marrëdhënieve seksuale si argument në një divorc, që do të thotë nuk shkon më në gjykat të thuash ore, unë nuk po kryej më marrëdhënie seksuale, konsensuale me bashkëshorten time, edhe prandaj duhet ndahem.
Dhe s'ta pranojnë këtë. S'është me justifikim. Mori fund misemi, edhe institucioni martesës. Po jo, ngeli këtu. Po si ngeli këtu, është shumë i rëndësishëm në një martesë. Nëse ngeli këtu, po ky ishte argumenti më i fortë. Po s'është me detyrim, kjo që nga e fortë. Domethënë në një martesë nuk që nga me detyrim që të bësh marrëdhënie seksuale. Po s'bëra atë çfarë do bësh më. Po çfarë do bëjnë ato? Do qëndisin, si? Po mirë, detyrim nuk është tash, nuk është detyrim ligjor domethënë. Po çfarë martohen? Mirë, dakor. Çfarë është detyrim social? Si? Po bëhet çdo gjë me ligj, se këta kanë edhe me idenë që kjo mund të parandalojë edhe përdorimet që ndodhin brenda martesave, se ka domethënë një shkrepet burrave zakonisht. Po. Tash do të thotë që gruaja ka momente që s'do. Si vjen apo s'do? Po kjo është ekuivalente në anë e burr, kur s'duan burra domun. Tash shët të dëgjojmë të vetmin person të martuar. Mua kisha. Jo, mua më bëri shumë përshtypje kjo. Për mua mika, shiko, dashuria nuk ka ligje në dashuri, tash ç'është kjo më bëhet. Nuk ka ligje, po. Çka ka thënë njeriu? Lutem klipojeni këtë. Shiko tash kur të nxjerrin në një ligj thonë edhe nuk duhen rrahur gratë. Çfarë baba ja. Ja prishim me të gjitha. Detyrimi se lajmi edhe ti keni agjenda të ndryshme këtu. Do na canceloj ky njeri. Shiko, kalojmë tani te kalojmë, mua s'më dëgjoj njeri. Me kalime. Kalojmë te lajmi i shekullit dhe mbase këto momente është një momentet që më ndjen një krenari të thellë në zemrën time. Ç'është më? Shqipëria zjat marrëdhënien me satel logic. Qa është kjo më vëlla? Gerte janë satelitët Albania 1 dhe Albania 2. Me pak fjalë do vazhdojnë monitorimin. Kemi zgjatur kontratën. Kemi zgjatur kontratën. Ore një pyetje kam. Se për 2 vjet ishte në fakt. Ore po çfarë monitorojnë ta? S'kemi në një imazh, s'kemi në një live stream. Çfarë monitorojnë ta vërtet? Unë atë pyetje kam, çfarë? Ndërtimet pa leje thanë po. Po ku ndërtimet pa leje ku? Nga lart ishte. Ideja është kjo që ka dalë, domethënë, sa kemi 2 vite u bën me këta satelitët sa ke? 2 vite sa? 2 vite ishte kontrata në fakt. Po, edhe del her pas here lajmi që thotë që satelitët i çojnë imazhet, mirë po ne nuk kemi ekspertë dhe ekspertizë për t'i deshifruar ato imazhe. Edhe në këtë pikë kemi sa për të thënë që kemi satelitë domethënë. Po janë po, është Ore, po unë kam një ide geniale Obes. Dhe ti e di që unë kam ide inovatore. Tip shkencëtari. Shteti shqiptar, pse nuk paguan gjithë gjyshet e lagjeve? Që të monitorojnë lagjen olla në çdo. Po pse olla edhe pensionin si u jep ti japi këtë rrogën pak në monitorojnë lagjen. Ku të vete mendja se. Po pse Regerti ti ke shpresën të lagje ime në Sarandë vllai, di çdo detaj për mua. Përshëndesim shpresën. Përshëndesim, madje edhe emisionin kishe pa. Keni bërë honda në qytetin e Sarandës. Kjo e satelitëve më duket çik po ofendojmë me teknologjinë me këtë që bëjmë ne me këta satelitë. Starlinkun me po me satelitet ata përdoren për domethënë për të monitoruar hapësirën, mund të shikoni më hapësirë çfarë bëhet. Ore, na çojnë një foto të hënës më mirë, të shikojmë hënën nga afër. Po ore sa mbi det. Merren domethënë përdorim satelitë për të zbuluar ndërtime pa leje. Po më funksion është edhe ai, më fal, po funksion është edhe ai. Kush ore? Që të shikoj satelitin ndërtimet pa leje. Do thash ka mënyra të ndryshme më me efikase. Unë ngecat ai lajmi atyre i detyrimit marrëdhënie seksuale me të drejtën aty ka ngelur. Gerti po deshe mund të rikthehej prapë. Marrëdhënie pa leje. Vi gruaja në shtëpi thonë se ka me ligj ta jap se s'dua ta jap. Thotë shikoje me satelitë. E vërtetë që u premtova që kjo pjesë e katërt do ishte më e bukur në botë, po me sa duket. Ju gënjeva. Tamam, mua në shtrat tash është me satelitë. Ne tani jemi dobët. Kemi lloqë apo mbaruam me këtë? Po tani miqë mi, vim në një pjesë të këtij emisioni që unë vërtet nuk dal gënjeshtar sepse kjo pjesë është vërtet ju argëton shumë. Vim te lloqe. Sigla. Ka leqe, ka leqe plot. Ka leqe. Ka leqe plot, ka leqe dhe këtë javë. Miq, ne keni nisur shumë dhe ju falenderojmë. E para fare nuk është, e di që jeni mësuar me video, e para nuk është video, ishte thjesht një pyetësor që më bëri shumë përshtypje dhe do ta ndaja me ju. Pyetësori ishte pyetja e ditës, ishte kush është për ju lënda më e tmerrshme në shkollë? Dhe kishte disa komente, po komenti më i bukur ishte ky.
Gjulletërsi. Duket ai që ka më të urryer më të vështirë. Ka qenë më i miri gjulletërsi. Kjo është goxha problematike, se me të folurën e përgjithshme, mënyrën se si shkruajmë, edhe me pjesën që jemi në rrjetet sociale për shembull, njerëzit kanë lëshuar dorën fare, domethënë edhe asnjëri nuk i ruhet as pak mbi gramatikën, me mënyrën se si shkruajnë, janë film, zhurëm edhe kështu. Unë sot na qeshte pak buza me zotrin që ka shkruar Gjulletërsi. Po për të qeshur është analfabetizmi. Po për të qeshur është ndonjëherë ja në këtë rast. Budalla. Kalojmë te lloku 2 miq, kjo është video, i kthehemi prap formatit. Moderatorja jone për më falë se me një po flisim për Gjulletërsi. Mu ngatrua Gjulletërsia, hajde. Po se më doli aty edhe u çorodita moderatorja jone preferuar. Kush është? E jona. Po e jotja e jona. E imja, po mirë, e imja. Ja më zut, e imja. Ka shpikur një fjalë të re në shqip. Kush është kjo një? Grida. O, e jona që nga. Ata thonë janë të lidhur atë. Dhe është e treta. Rrim te standard është e treta. Çlidheni. Qa po thoje ti për analfabetizmin? Këtu Mario mund të flasë sa të duash. Ta more fol tani. Thoj ndonjë gjë për gridën. Po për gridën ç'a të them. Për gridën nuk e komentoj. Mund të them gjithë. Lloku i radhës? Na çngroh me një tjetër. Ja e bëre gridën për vete. Lloku i radhës miq, nëse keni vrarë ndonjëherë mendjen për vetit e Leshit, po e kemi vrarë shumë. E keni vrarë shumë dhe atë nuk ju zë gjumin natën. Të lutem ndiqe pak. Sado bota moderne e sotshme që ka përparuar shumë, nuk arrin të zëvendësoj dot leshin e Delës. Vërtet. Për arsye se leshi i Delës ka dhe një veti kryesore që ajo është anti-myk. Është kundër kërpullave, nuk mban lagështi dhe ka frekuencën e jetës që e ka frekuencën e dritës 5000. Leshi të mbron edhe nga rrezet ultraviols. Pra është dhe anti-kundër zjarrit, ndihmon edhe ke rrafjet e zemrës. Ua? Po, rrafjet e zemrës, nëse dikush i ka të lartë, ai ka 100 do të ulen në 20 në minut, do t'i ketë 80. Ashtu ë? Po. Vërtet. Po. Ashtu, Po pse i qeshni? Çfarë flet? Moderatori më interesuar në universin e moderatorëve ishte ky. Burimi i informacionit e di unë. Leshi është anti-kundër zjarrit. Anti-kundër zjarr dhe me veti dritë 5000. Po 5000 çfarë? Frekuencën e jetës. Po jo, se ju harruat kryesore, është anti-myk. Aua. Gerti do i pëlqente kjo. Në uljen e rrahjeve të zemrës. Mos ja lini Elon Musku ta shohë këtë gjë. Në fakt në QSUT leshin përdorin tani për uljen e frekuencës së zemrës. Operacionin lesh, shtrojnë në lesh aty, do ulin lesh aty, shpëton. Fanell direkt. Me merr dhe lesh. O Leo, të lutem na lloku i radhës. Lloku i radhës miq, kemi një ndeshje futbolli në Rusi, ku tjetër. Kam qef futboll. Edhe arbitrat po testojnë në fushën. A luhet dot futboll në këto kushte? Bën atë kërcimin e topit. Ka vetë. Se janë të bindur, ta provojnë edhe një herë. Plak, po si mund? Bëj edhe një herë ose ndoshta. Si mund ta diskutosh këtë? Prap, se kanë vendosur akoma. Do bëj prap, jo mos e bë prap, se e komplet i paftë. Do shkojnë ta diskutojnë brenda tani. Vlen apo jo. Bëj pak më tuti. Karton të bardhë do të. Sa dobët humori sot. Edhe qesh me batutat e tjera. Është problemi që a mendova se ishte emision objektiv? Miqtë e mi ta mbyll dhe emision se ishim të tepër të duket. Faleminderit që na ndoqët edhe sot. Mbyllen na shpëton. Nëse shihemi sërish, ju duam shumë. Nëse nuk shihemi, ju donim shumë. Tani vazhdojmë ndjekim Sabotime, miqtë e mi. Ndoshta. Ciao, shihemi javës tjetër. Me kismet. Base. Gati miq, ja fillojnë sabotimet edhe për këtë episod. Kemi vendosur ta fillojmë kështu në mënyrë allegro, me këto pamje kaq të bukura të Fevziut që gëzon si fëmijë. Sa i lezetshëm ore. Po. E ungul. E kafshoj atë. Por shkopin ama nuk e lëshon nga dora. Sa e shijon jetën ky njeri. Ka lezet. Sa i lumtur. Më pëlqen. Hajde edhe një herë. E bari veta, ishte falso kjo. Nëse kalojmë tani në një emision tjetër ku sporti bëhet bashkë me mjekësinë. Tjetër nivel ky. Doktor, më thuaj që
Ato dukem normal lunë, thuj? Kanë filluar futbollistët tani, përveç këtyre flokëve mbajnë dhe dhëmbët mirë. Pas kanë filluar tani. Tani, për shembull, Cristiano si ka dhëmbë, çfarë dhëmbësh vënë ai? Dhëmbë kalive. Flasim për dhëmbët e Cristianos, hajde. Çka ka vënë Cristiano Ronaldo? Zirkon e Max. Shumë interesant, po. Zirkon. E Max. E Max i iPhone-i, tipi fundit. Sa i bie, domethënë gjithë dhëmbët? Po çe pyet ata nga do ta di ai. Doktori nuk e di, po e di ky tjetri. Do t'i them olimpiadet, 700 impianti. Po ky doktor është ky. Është kushëriri i parë i Ronaldos, më sa duket. Dentisti është më burrë se nuk të kërkova më zotërizë kam me dentistin. U zon u vranë. Po çdo ti. Mirë për skemat, po këtu pse futesh valla? Familja ime ashtu ka qenë valla, se di. Dale se ka një opinion dhe ky tjetri, janë kryesor për sportistët sepse kjo pse kanë problem. Po këta janë ekspertë dhëmbësh apo ekspert futbolli këtu tani? Ndikojnë në performancën. Pra, dhëmbët ndikojnë në performancën e një futbollisti. Zbulime të mëdha në këtë emision. Unë i kam bërë dhëmbët. Po këtë kush e pyet jo? Po them për ty më burrë. Po do ta thosh edhe ai një gjë për dhëmbët se ishte i vetmi që sta gjë shkret. Duaj. Nëse kalojmë tani tek ora e gjermanishtes, të mësojnë që gjermanisht. Ndoshta e teproj t'ju a them që unë teproj pa merak më. Gjermanisht kam mësu nëpërmjet shqipës. Fare nuk e teprove pa, ha. Shumë e bukur kjo frasë. E vodhi direkt Sazani. Do ta përdori për leksionet e tij. Edhe ju e flisni gjermanisht apo? Dhe këtë ju a kam thonë në atë leksion gjermanëve. Oj, ka thënë dhe gjermanëve. Kam thonë ndonjëherë kështu publik. Po ju ekskluzive. Keni mësuar nëpërmjet kanë lidhje, kemi vënë madje gjermanishtja rrjedh nga shqip. Po. Le ta shikojmë se si rrjedh gjermanishtja nga shqipi. Kur takon një person edhe i thu a di gjermanisht, i thu shprehen zi Deutsch. Po. A shprehen. Shprehesh, shikon ti. Çka e vërtetë? Shqipe pastër. Shqipe kulluar fare. Po stungen me shtungun. Stungen. Strengen me shtungun. Strengen, jo stungen. Se i thon rrugës stres. Çfarë shtrungen, strase, stringen. Precipitoi shumë situata. Edhe zogu të vogël ata i thon vogel. Vogel zogen. Hiqe se mësuam gjermanishten nuk është. Kalojmë tani te rubrika ball për ball. Çka ka smur mirje. Duket po zhvillojnë një duel, por megjithëse nuk kapen dot me duar, po e bëjnë me herën e gojës. Kush e ka më kalbur? Po i vështirë. Po njëri flisht. E mori mirim duket. U largon nga rruga. Hiqi se na erdhi era deri këtej. Unë them ta mbyllim me një thënie Besi, ë? Ka lezet. Nga i madhi Çani. Mos harroni, gjithmonë mos harroni. Hajde, jepi. Çfarë mos harrojmë? Korrupsioni nuk është i keq. Çfarë po thotë? Dale ku do dalë një. Korrupsioni është i keq kur Kur ç'a? Jam i përfshirë. Jo, e the gabim. Jo, e ke gabim duket. Po nëse ajo pritet nga to. E pra, një sekond. Korrupsioni nuk është i keq. Hajde një herë, hajde. Korrupsioni nuk është i keq nëse ti, çfarë? Ngeci prap. Prapë nga tropi. E lumadhi ti, dy llafe. Ka një nuk në mes. E pra. Korrupsioni nuk është i keq. E treta e vërteta. Korrupsioni, u them ta heqin fare. S'ka për ta thënë kurrë. Kur unë nuk jam i përfshirë. E gjeti. Nëse unë jam i përfshirë në korrupsion, Ledio. Si bën sigur e tha për të parë. Do ta mbrojë çka më do. Edhe mund ta lexoje këtë gjë.